Edi Rama deri në 2021 nga vështrimen ka menduar që kjo është thjesht një lojë. Reforma në drejtësi mund të bëj në një kokë turku, në një kryetar të bashkisë dorës dytë, apo në një zëvendësministër, por nuk e ka menduar që do shkojnë kaq afër tij. Dhe kjo ka bërë që Edi Rama ndryshoi komplet ligjërimin publik. Pra, dikur Edi Rama u thoshte bashkëpunëtorëve të tij që ju që akuzoni për korrupsion jeni tradhtar, jo vetëm të popullit, por edhe të Partisë Socialiste, se keni ngrënë dardha, kumblla, ku diun, mbas shpinës time, ndërkohë që sot nuk i përdor më këto fjalë, sepse po të përdorte këto fjalë, do duhej që ditën e parë që është shpallur akuza ndaj Belinda Ballukut të shkarkojë. Pra, këtu jemi përpara institucioneve drejtësisë që më në fund po bëjnë detyrën e tyre, është gjë shumë e thjeshtë, më në fund po bëjnë detyrën e tyre. Unë nuk besoj se ka ndonjë konspiracion as kombëtar, as ndërkombëtar për të hequr qafe Edi Ramën. Më në fund kemi institucionet e drejtësisë që po bëjnë detyrën për cilën paguhen, dhe ky kryeminist që nuk është mësuar të jap llogari, sepse e konsideron veten të gjithë pushtetshëm, e konsideron veten sikur nuk e ka vënë populli, por e kanë vënë forcat e mbinatyrshme që ta udhëheqi populli shqiptar. Ky kryeminist tani po ndjen presionin. Lëvizja Bashk ka qenë e para që ka thirrë protest javën e kaluar te parlamenti me kërkesë shkarkimin e Ramës dhe të Ballukut. Përsëri këtë tenjtë do të mbajnë protest tek parlamenti, por ne kemi një problem që kur thrasin protesta, njerëzit nuk e marrin vesh. E marrin vesh vetëm ata që shohin Facebookun tim, se pothuajse asnjë media. Pothuajse asnjë media. Ne kemi zgjedhur protestojmë te parlamenti jo rastësisht. Se fundja institucioni që ka më shumë peshë nga pamja kushtetuese është Kuvendi i Shqipërisë, dhe është Kuvendi i Shqipërisë ai që në gjykimin ton duhet të marrë masat e shkarkimit të Ramës dhe Ballukut. Sigurisht që mund të thoni Rama ka 83 deputet, mirë po, sikur mira shqiptar ti bashkohen protestës te Kuvendi, partia në pushtet nuk do jetë në monolite. Kontradiktat brenda saj do të shpërthejnë, kështu që edhe fati i Ramës mund të jetë shumë i afërt me fatin e Ballukut. Ne duhet të ngrejmë zërin, jo vetëm kundër korrupsionit, por edhe kundër mendësisë fataliste që nuk kemi që i bëjmë korrupsionit. Kështu që unë shfrytëzoj rastin që më dhe ti që të ribëj thirrjen që ditën e njëjtë në orën 18 të protestojmë te Kuvendi i Shqipërisë.